kemi 37 vjet në Amerikë. Po, 38 gati, ëh? 38 gati, po. Në fillim ishit në Detroit. Grand Rapids, Michigan. Po. Çfarë u morët në fillim? Unë për i herë punova, më thonë, shumë në panët, i dhash, kishe marrë diplomën me vetë të institutit arteve. E qune e konvertuane, nese, unë pa u ba një vjetë, nështë mund t'jem rasti vetëm. Konvertu në diplomën më lane ekuivalencen e kolegjit të artit në Marum në Amerikë. Direkt qova një portfolio, kishe marrë, kur jam aratis, e kam alat dosja, rujt, me kështu. Vizatime, kishe pocetet pikturave që i kishe, edhe natën që jam ull nga avioni, bashkë me nanën teme, me vajzën, me Luçanën, me tanto, erdhen më mora dosën, dikush më ndimu. Një thëmë të lutem me kujdesën. Nesër më thonë, që është ajo, me shpjegova se kush jam, diplomin që kishe nga instituti ardhe, kishe marrë me vedi ato. Thonë, po mirë, po një me konvertojmë. Është një organizat që quhet World Education Services, që qunë ato prunë ekuivalencën, notat, në atëherë ishte komplet e mëllë në Shqipnia, edhe për bukuri, mas qumë në 3 universitete qumë aplikimin, edhe më përnu në Universitetin e Michiganit, në shkolli, jashtëzakonisht e mirë, aty ka kanë duke qilësi. E veprimi i marë e ma i njërë që kam ba. Pa ditë. Pa ditë, por duket e kjo edukimi, continuations, vazhdimësia në edukim është duket hap qilësat. Për arsye se hap dyrë, se thash. Qanol, në atë periull, viti se më kjarë 90, januari 90, a nuk u dite qa është. Sa po kishin fillu kompjuterat. Atëherë ishin me floppy disk me shtu më fut, edhe një profesor nuk e dia gjalla, sa është një farë John Kuzaj, vjenë më thot një gjë, thot, unë e di, se mund e vermëre, se kjo ti e jo aftë me vizatu, me pikturu, nuk ka problem. Ty mërë zot një, thot, duhet punë. Duhet punë për me ushqy familjen, me pagu qëranë, me ble makinë. Jenë regu, dhe thamë, hajde me thot. Futet një koridor një katë më poshtë, hap derë një laborator, ishte laborator mund të ishte s'man 20 metër me 15 metër, me tavolina mush me kompjutera. Thot, njaja është ardhmja, njaja buka jote, do kishte dërët.